Pashkët janë një nga ato festat ku fëmijët ndjejnë gëzimin në çdo cep të shtëpisë, në ngjyrat, në aromat, në historitë dhe në kohët e kaluara me familje. Por, për t'i bërë këto ditë edhe më të paharrueshme, janë disa gjëra të vogla, por me shumë kuptim që mund të bëjmë për ta. Krijoni së bashku atmosferën festive. Fëmijët nuk kërkojnë perfekcion, kërkojnë përfshirje. Le t'i bëjmë pjesë të përgatitjeve, nga pastrimi simbolik i shtëpisë tek vendosja e zbukurimeve, tek vendosja e një peme me vezë të varura ose një dekor thjesht me lule pranverore. Ata duan të ndihen pjesë dhe kjo është dhurata më e bukur që mund t'ju japim. Lyeni vezët bashk me ngjyra dhe ide kreative. Ky është aktiviteti klasik i pashkve dhe fëmijët e adhurojnë. Mos u mjaftoni vetëm me një ngjyrë. Provoni të bëni vezë me figura, me stampime me gjethe, me fytyra të buzëqeshura apo edhe me emrat e tyre. Dhe mbi të gjitha, mos keni frikë nga rëmuja. Ka gjasa që këto do të jenë kujtimet më të bukura të dashura për ta. Organizoni një gjueti vezësh në shtëpi ose në park. Fshihni disa vezë të ngjyrosura ose çokolata në vende të ndryshme. Bëni një lojë të vogël me udhëzime dhe çmim simbolik për çdo zbulim. Fëmijët do ta ndiejnë veten si eksplorues dhe do të mbajnë mend jo vetëm lojën, por edhe të qeshurat, vrapimet, emocioni. Tregoni histori me kuptim. Pashkët nuk janë vetëm vezë dhe çokolata. Janë festë që flet për shpresë, për ringjallje, për të mirën që triumfon. Zgjidhni një histori të shkurtër që flet për ndarjen, faljen apo dashurinë dhe tregojeni para gjumit. Nëse është një tregim që ua tregon të gjyshja juaj, akoma më bukur. Lidhja mes brezave bëhet më e fortë. Bëni diçka të mirë së bashku. Mësoni fëmijët të dhurojnë një lodër që nuk e përdorin më, një vizatim për një fqim, ose ndihma për të përgatitur një ëmbëlsirë për dikë tjetër. Kjo është një mënyrë e bukur për t'ua lidhur pashkët me ndjenjën e solidaritetit dhe dashurisë për të tjerët. Bëni dhurata të vogla, por të menduara me dashuri. Nuk ka nevojë për lodra të mëdha. Një libër me ngjyra, një kartolinë me një mesazh personal, një lodër e bërë me dorë, apo dhe një kuti e vogël me çokolata që e keni përgatitur bashk. Mjafton që dhurata të vinë nga zemra. Kaloni kohë jo vetëm momente. Kjo është ndoshta më e rëndësishme. Mbyllni telefonin. Lini punët për pak më vonë dhe bëhuni plotësisht të pranishëm. Fëmijët nuk do të mbajnë mend sa pastër ishte shtëpia për Pashkë, por do të mbajnë mend nëse ishin të lumtur. Nëse patët kohë për të qeshur bashkë, për të luajtur dhe për të përqafuar. Në fund të ditës, çfarë duhet të bëjmë për fëmijët për Pashkë? Të jemi pranë tyre, t'i dëgjojmë, t'i përfshijmë, të mësojmë që festat nuk janë vetëm për të marrë, por për të ndarë dhe për të dhuruar dashuri, sepse zemra e një fëmije është vendi ku festat marrin kuptim më të bukur.